jo kushtetues. Sot presidenti e vendit në mëngjes e arsyetoi, duke u bazu në kushtetutën e vendit, duke u bazu në krejt ligjet tona, e arsyetoi qartazi se pse duhet shpallur dekreti dhe pse jemi në këtë pikë ku jemi. Unë ndëgjova sot edhe këtë pjesën tjetër dhe si më thonë edhe argumentimet lidhur me këtë 60 ditëshin, se tash ky 60 ditëshi po na del problem. Është e drejtë e tyre me u drejtu tek gjykata kushtetuese, ka drejtë secili me u drejtu tek gjykata kushtetuese dhe pastaj gjykata kushtetuese normalisht edhe me na dhon drejtimin, sikurse edhe në raste tjera, që na dha drejtimin se si duhet të ecim tutje. Por nuk habitemi edhe me shkelje kushtetuese, sepse janë shkel në vitin 2025 me 10 herë është shkel kushtetuta e vendit dhe asnjë përgjegjësi politike nuk u dha. Dhe zogaj, një çështje që duhet t'i pyes pra kështu jeni politikan. Pra, nëse shohim lëvizjen vetëvendosje, ju akuzon juve. Ju partitë në opozit e akuzoni qeverinë. Lëvizjen vetëvendosje, a u ka borxh ky millet pra gjithë çfarë vorbulle politike që po e bëni? Ne kemi thonë shumë qartazi që nuk jemi për zgjedhje të reja, që populli i Kosovës ka zgjedhë mjaftueshëm në këto muajt e fundit. 4 palë zgjedhje i kemi pas vetëm në vitin 2025. Nëse shkojmë zgjedhje pranverës, kjo nënkupton po shkojmë për herë të 5 në zgjedhje brenda një viti. Andaj ne e kuptojmë edhe qytetarin, e kuptojmë edhe spektrin politik, edhe të gjithë të tjerët, dhe kemi qenë plotësisht të vedishëm, edhe kemi qenë me vedijet plot që me shku drejt një marrëveshje. Dhe kemi qenë të vullnetshëm, i jemi përgjigj tesave. Kur ti tha është relaksuar, tha komunikimi, për dallim prej sjelljes të vitit të kaluar, tha kësaj here ka ndruar sjellja, apo s'ka ndruar qëndrimi. Pra, pse nuk bëhet marrëveshje edhe ju? Çfarë kërkonit? Kemi qenë shumë konstruktiv vazhdimisht. Kemi marrë pjesë takime, kemi qenë konstruktiv, i kemi dhënë rrugët e zgjidhjes së problemit, po e quaj kështu. Kemi dalë me 2 alternativa, e kemi thënë shumë qartë. Puna e presidentit të vendit zgjidhet ose përmes rrugës e konsenzusit plot politik, ku ulemi të gjitha partitë politike, e gjejmë bashkarisht një emën të konsenzusit dhe e votojmë për president vendit, ose shkojmë edhe me marrëveshje politike dhe e gjejmë emrin për president vendit. Kishit numrat ju pra zogaj, sepse Kurti shpalosi sot detaje. Tha në takimet me liderin e LDK-s, Lumir Abdigjikun, tha shumë ta çfarë mund të siguronin ishin gjysma e nënshkrimeve të deputetëve që LDK-ja i ka. A kishit disharmoni mes vete ju? Jo gjysma e ka thënë për 30-shin. Sepse 15 që është gjysma e 30-shit. Në këtë kuptim. Jo vetëm pra të, sepse edhe kuptimin tjetër e kishte në kuptimin që brenda grupit parlamentar LDK-s nuk ka harmoni dhe nënshkrim. Grupi ka qenë unik dhe është unik. Pra kjo as nuk është them. Ne nuk kemi pas mundësi me propozu kandidat për president, sepse ne nuk kemi pas 30 vota për ta propozu kandidatin për president. E duhen 30 vota. Ne kemi pas 15 vota. Dhe kemi tregu vullnetin që ti paraqesim këto 15 vota tona në ndonjërin prej rasteve që i kemi prezentu në tavolinë. Ose një konsenzus i krejt partive politike për një emën konsensual, ose një marrëveshje politike.